turistave që vishin frekuentoj shumë fshati, sepse këtu kemi edhe një natyrë shumë të bukur, natyra shumë e bukur, na e ka falë Zoti një natyrë të bukur. Na kanë lënë gjyshrit tonë, edhe kastra gjyshrit tonë, na kanë lënë një pasuri shumë të madhe, një fjalë me këto shtëpi të bukura, me këtë fshat të bukur. Edhe mendova që mos e braktistash fshatin, thash, por do të vi thash edhe familjen, edhe shtëpinë time, thash mos e braktisi thash. Do të vi thash ta vethash për punë thash të. Si shoh kohën vitit 2015, 2016, i shifsha këto të huajt vishin. Mali e kemi shumë bukur, pjesën e malit të Bjeshkës. Tash është bërë dhe shtegu i bukur, tash shtegu Hike Scardus Trail quhet, që i thonë në anglisht, unë se di gjuhën në anglisht. Është bërë dhe një shteg biçikleta, është bërë shumë i bukur. Kjo frekuentohet shumë, me thonë drejtën, tash. Po edhe atëherë në të komi fjalë që isha pa filluar, i mesha këto, i fuqa në shtëpi brenda. Për një kafe, për një çaj, për një dhall, për një diçka kështu. Edhe e shoh shumë të arsyeshme, thash, pse thash, edhe disa shokë të mi në Peshkopi, thash më shumë lëvizje turista shashkandi, pse tha nuk e bën shtëpi Bujtin? Po nuk e disha emrin Bujtin, se Bujtin do të thoshe një shtëpi bujt, se që për të bujt, se baballar tonë e kam dëgjuar me fjalë nga baballar tonë. Thotë isha ke filani dhe bujta ke filani me fjalë, isha mik thotë ke filani dhe bujta atje. Thash kjo thash do të vi thash Bujtin, thash do të jetë shtëpi pritje, sipas asaj timës. Edhe kështu që edhe me ndihmën e disa shokëve në Bashkopi më kanë ndihmuar jashtëzakonisht, ato me idetë edhe me pjesën në 2017-2018, pastaj erdhi ishte fondacioni Sared me gizë me ambasadën suedeze, edhe ka qenë Ismail Bega, i ndjeri, sepse ka ndërruar jetë tash ai punonte në gizë, ka qenë një personalitet shumë i lartë për ndërtimin e turizmit. Ai ka qenë i pari që ka ndërtuar turizmin në Theth. Edhe me këtë ishte edhe një ekspert këtu në Dibër që e kishin zgjedhur ato, një Dali Oreshka. Edhe ai ishte inxhinier, po një ekspert shumë ashtu. Edhe më tha, pse tha mos e bësh ta shtëpinë, tha Bujtin, tha, të ndihmojmë ne, tha. Thash unë po të pyes tash një herë, thash familjen, thash. Ku e diun, thash unë vetëm, thash nuk mundem, thash do ta bëj Bujtinin, thash, sepse ka punë, thash. Në darkë i pyeta fëmijët, nusën. Si ja u the? Thash, shiko këtu, thash, ne thash në është ofruar një mundësi, thash që mund ta bëjmë thash shtëpinë, thash Bujtin. Nusë tha ta bëjmë, tha. Ta bëjmë, po s'kemi lekë, thash në xhep, thash duhet investim, thash, ne thash kemi pas fëmijë nëpër shkollë, thash. Tha, po do na ndihmojnë, thash pak, thash të gizit, një pjesë të mirë, thash të investimit, do na ndihmojnë ato. Thash pjesën tjetër do të ndërhim nëpër miq, nëpër shok, nëpër dashamirë, do na ndihmojnë. Edhe kështu u bë faktikisht. I pyeta edhe fëmijët, sepse nuk e marr, unë vërtet jam zot shtëpie, po nuk e marr një vendim kurr pa i pyet. Pavarësisht se fëmijët nuk e kam këtu, unë për momentin janë në Norvegji, janë fëmijët tash janë vendosur andaj. Edhe nuk marr asnjë lloj vendimi pa pyet këto. Pse ta mbaj bërgjithësinë, ta mbaj mbi shtëpinë për vete. Ta shpërndajat ngarkesën. Se nesër është një diçka që nuk shkon, edhe thon pse e bën ti, thotë e bën ti me kokën tonë, kurse kështu jemi në rregull. Se Brit je i pari në fshat që e ke bërë këtë? Po, unë jam i pari këtu në fshat. Edhe mendova edhe me një qëllim tjetër faktikisht, sepse unë fëmijët i kam në Norvegji, rahatllëkun e kam atje faktikisht. Por unë siç thash edhe më përpara, e kisha me dëshirë me hap me bësh shtëpinë Bujtin, me mos me i humb të trojet e vjetra, që të bëhem edhe një shembull për moshat e reja që të rit, të më shohin mua dhe të vazhdojnë, edhe unë të jem një inkurajues, edhe unë jam shumë inkurajues, po fal asaj vendosmërisë time me fjalë, njëri arriti që ta hape një Bujtin, edhe është krahu i djathtë i imi. Sepse ne i ndajmë për gjysmë njerëz, kur na vin ka shumë njerëz i bie tek unë i çoj aty këtë kaj, me fjalë njerëz nuk ngelin pa shërbim, por kemi akoma nevojë për një 2-3 Bujtina të tjera, po shpresojmë që dhe ato do binden, sepse ma merr mendja që kanë nevojë për pak lek për të investuar, sepse janë njerëz të varfër, nuk janë njerëz të pasur që të mund të bëjnë një investim të madh. Po me një ndërhyrje të vogël, shpresoj me një 10.000 euro, me pas një ndihmë diku. Mendoj që siç e nisa unë me një dhomë edhe me 2 dhoma, me një tualet, do ta nisin dhe ato dhe do të vazhdojnë pastaj të ecin vetë siç kam ecën sot. Për çfarë vinë më shumë turistët në Rabisht? Atëherë turistët faktikisht këtu vinë për natyrën. Një.
vinë për fshatin, se fshat i gurt. Fshat, mbas Gjirokastës, besoj që Rabdishti nuk ka fshat më të bukur se Rabdishti. Shpresoj ato që se kam vizitu, shpresoj të ta vizitojnë dhe ta shohin sa i bukur që është. Bashkë me ju që do dalim dhe ne e kam qef që t'ua bëj një vizit në për fshat, ta shikoni dhe ju fshatin si është. Vinë për natyrën, për ushqimin, për mikpritjen, mundohemi edhe ne ma të mikpritjen tonë, mundohemi që t'i afrojmë turistat. Po për mua është një punë shumë e bukur, se unë e kam me qef, e kam me dëshirë, e kam në traditë, e kam pas traditë se shtëpia jon ka qenë bujtim, po ka qenë bujtim pa lek. Ne kthym tash i presim miqt me lek i presim. Tash e ndrumat modelin e bujtimit tonë, se këtu ka qenë dhe shtegu që lidhe Gosivar, Tetov, këto qytetet, këto fshat, këto zonat shqiptare që kanë ngel sot në Maqedoni. Kjo ka qenë një rrugë kalimi që kaloshin këtu, kaloshin Peshkopi, dilshin në Qafmur, Burrel, Qafshtom edhe kaloshin Kruje, kaloshin në Tiranë. Nuk kaloshin rrugën e Arbrit, po i bishin këne pak më ndryshe, më shkurt. Edhe shtëpia ime ka qenë bujtinë asaj kohe, po pa lek gjithmonë, pa lek. Kishin një dhomë e madhe atje që i priqin njerëz. Edhe kuajt, i sistemoshin kuajt në për vendse me kuaj, ishte lëvizja atëherë në të kohë. Po, është një diçka që e kemi pak në gjak, sepse edhe po se pate pak, është pak e vështirë, sepse du të dish mikun mos e presish si monedhë, si lek, po mikun të presish si mik shtëpie. Nga cili vend i botës vinë më shumë turistë? Këtu tash janë nga Gjermania, Austria, pjesë e Evropës, por nga gjithë bota më kanë ardhur. Nga Alaska, nga Kina, nga Japonia, nga Brazili, nga Kili, nga shumë vendet e botës, nga vendet më të largëta të botës, unë kam pas njerëz. Po mirë, mban me ndonjë koment të bërë nga ata që të ka bërë përshtypje për bujtinën tënde? Ato kam miq që jemi bërë miq tash me to, sepse edhe ai slogani i punës tonë, i shtëpisë tonë, i kësaj familjes tonë ka qenë gjithmonë që të vish si mik edhe të largohesh si i familjes. Kjo ka qenë e kemi pas si traditë të punë dhe vazhdojmë edhe sot me atë mikpritjen tonë, vazhdojmë mi fjalë natën e parë është mik në shtëpi. Pastaj natën e dytë bëjmë pjesëtar të familjes, pse unë i fus në për